Zoti Islami, si e keni, ose më saktë si e vlerësoni fushatën elektorale që nga nisja e saj e deri më tani? Është një fushat që është e paravendosur gjithçka. Janë ndarë, si thuash, në interesa ekonomike, po jo në interesa politike dhe në interesa advetare në shërbim të ADEU, në shërbim të Shqipërisë. Të tërë luftojnë si të marrin llokmën më të madhe që shkëpusin sa më shumë Shqipërisë, ta zhveshin të ikin shqiptarët siç kanë ikur, të vazhdojnë të arratisin, se po marrin arratin, dhe të mbeten ata që mbeten këtu të hanë vërtet të hanë me lukë të florit dhe ata ashtu po bëjnë. Domethënë gjithë pasuria shqiptare ju është dhënë 5 vetave apo 50 vetave, kaq sa janë, dhe të tjerë t'i bien llogarit në labëri. Besoj se i keni dëgjuar liderët politikë, sidomos ata më kryesorët, Edi Ramën dhe Sali Berishën, por edhe partitë e tjera, kryesisht partitë e vogla. Cili program politik ju duket më tërheqës, më bindës për të votuar? Janë që të gjithë një lloj, për mua janë, që të shumëtoj me zero, se kanë një dirigent, kanë një autor, kanë një hartus. Thjesht kanë interpretues të ndryshëm, me hiqje dhe vurë 5 apo 10 fjali, por në tërësi është i njëjti program. Pse është i njëjti program? Nuk kam dëgjuar deri tani asnjë orator në thojza që flet për mitingje, se këta bëjnë mitingje, nuk bëjnë takim, kontakt me popullin, se populli nuk i pret më, kudo që kanë vajtur për të kontaktuar me qytetarët, deputetët deri djeshëm tani janë përzënë me gur, u thënë ikni zhdukuri se na keni gënjyer. Dhe në për mitingje mirë që flasin, por nuk thonë asgjë lidhur me disa të drejta themelore që i ka gjithë bota, i ka gjithë njëtë qytetarët e botës, dhe vetëm në Shqipëri nuk janë. Për shembull, në Shqipëri s'ke sindikat që të mbrojë qytetarët shqiptarë, të mbrojë punëtori. Asnjë protestë sindikale të bërë deri më sot. Asnjë. Asnjë nuk flet për rrogat mizerabël. Asnjë nuk flet për shqiptarët që kanë ikur ose ata që janë këtu që punojnë djemtë dhe vajzat e reja në për lokale, në për vende të ndryshme punë ku gjejnë, dhe nuk sigurojnë do të ardhur për të jetuar vetë lema pasaj që të fejohen, të martohen, të marrin shtëpi e të krijojnë dhe familje. As shtëpi bëjnë dot, marrin dot, as familjes krijojnë dot. Nuk e di, kujt son mushka këta qytetarë shqiptarë? Këta të rinj shqiptarë që dalin atje në për mitingje, që paguajnë se marrin një 30.000 apo një 50.000 lekë dhe vinë në miting. E kanë pyetur veten, çfarë u ka dhënë deri tani Salihu, Edi, Iliri e të tërmerat, çfarë u kanë dhënë qytetarëve shqiptarë? Deri tani asgjë. Deri tani i bajnë me llafet mira, që keni ju, bëni ju, keni neve, do bëjmë atë, do bëjmë këtë. Ka 30 vjet që keni për ujtë pishëm e Tiramas. Ujtë pishëm s'ka. Pra, e kanë pyetur veten shqiptarët me çfarë do krijojnë familje, me çfarë do blejnë shtëpi, ku do jetojnë, ku do jetojnë. Si mund të rrisin familje me këto rroga mizerabël që marrin këta tani? Si janë 101.000 probleme për të diskutuar, zotë gazetar, por që askush nuk flet. Dhe përqendrohen vetëm ai ka marrë kaq tender, ky ka marrë kaq tendera. Gjithë lufta politike dhe fushata është luftë kundër tenderave. Kjo është. S'ka fushat për të drejta dhe për mirëqenien e popullit. Si mendoni, a ka një strategji antikombëtare për shpopullimin e vendit dhe kryesisht për largimin e të rinjve nga vendi? Absolutisht po. Absolutisht po. Një strategji që ka filluar që në vitin 90, është dirigjuar në mënyrë perfekte nga forca jashtë vendit tonë, jashtë Shqipërisë, kryesisht nga Beogradi, nga Athina dhe nga faktorë të tjerë ndërkombëtar, të cilët asnjëherë nuk janë interesuar se ç'do bëhet me këtë popull, ku do vej kjo situatë, ku do vjen këta njerëz. Si ishte mundur që e lënë Shqipërinë dhe po boshatisën ditë për ditë, ose si thua, e nxisin Shqipërinë që tikin nga shqiptarët nga Shqipëria. Kujt i kemi bërë keq, kujt i kemi rënë qaf? Askujt. Thjesht po na luftojnë në mënyrë sistematike siç ta kanë luftuar 10 shekuj me radhë. Në një takim elektoral
kreu i socialistëve Edi Rama i ka cilësuar burrat e Dibrës si qyryk. Kur e dëgjoni këtë deklaratë, çfarë ju shkon në mendje? Më vjen turp. Sinqerisht më vjen turp që më përfaqëson një kryeministër i tillë. Por më vjen turp edhe që Dibranët rrinë, nuk flasin dhe quajnë vetë shqiptar, turp të kenë. Duhet ishin ngritur të tërë dhe t'i thoshin, ti, zotërin, ku ti thua qyryk? Ku ti thua ti që u drejtohet grave Dibrani, u thot, gjysmat e grave dhe t'i lënë burrat. Pse i do për vete ato që do lënë burrat, ku do i qoj? Këta janë deklarata të turpshme. Por, më dëgjoj tani. U bën mirë. U bën paq fare. Ashtu e meritojnë. Atë kryeministër meritojnë shqiptarët. Mbështeten gjithë një u bën mendje sallat, ai të mos e vat llafin tjetër. U bën mendje sallat e dirame me batuta edhe me batuta bajate që të vjen për të vjellë kur i dëgjon dhe thon po ky që nga i mirë që nga për neve. Aq bën e dirama. Por që të tillë ofendim që t'ua bëj Dibranëve, ku jeni mor Dibrante 12.000 turqve që vrat në Dibër? Ku jeni? Kanë lënë far pas ata Dibran, ata burra apo janë shuar burrat e Dibrës? Çoni mor thuaj tregojeni vendin këtij njeriu, këtij bastardi që po ju thot jeni qyryk. Po duhet jeni qyryk derisa e dëgjoni, derisa nuk ndiheni. Diçka di ai, se kot nuk e thot. Vetë thot kur veles po ja mbajti. Vetë thot janë qyryk. Ati ku ka, dhe ata thot mirë ditë. Po e thot në Dibër, pse thot në Dibër? E thot se ka gjetur vend. Por në bujthirje qytetarëve të Dibrës, kudo që janë brenda dhe jashtë Shqipërisë, të ngrihen dhe të bëjnë peticione dhe të kërkojnë urgjentisht largimin e këtij njeriu jo nga kryeministria apo se po nga politika, dhe të përzihet të qërohet jashtë Shqipërisë. Ky që ofendon popullin e tij, ky që ofendon ata të cilëve u kërkon votën, po me çfarë fytyrë u kërkon votën more njeri këtyre njerëzve që ti i ofendon në mënyrë kaq të poshtër, kaq të ulët. Nuk e di që janë këta Dibranët, nuk i kam njohur. Rrofs kjo deklaratë e Edi Ramës për të njohur Dibranët. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se deri më tani nuk e tregon se sa mandate do të marrë në zgjedhjet e 11 majit, por kur të shkoj në Kuç do t'i tregoj atje një për një se sa mandate do të marrë në zgjedhjet e 11 majit. Dhe Kuçit Edi Rama nëpërmjet firmës Gjoka i ka marrë ujit. Dhe do thaj lumin e Vlorës. Dhe natyrisht firma Gjoka ka marrë tenderin, por ujin e merr tjetër kush. Uji do të shkojë resorteve në palas. Dhe është mashtrim i pashëmbullt që vetë edhe thot do të çojmë ujin në Himar. Uji që do marrë në Kuç është vetëm për resortet, aq uji ka. S'ka ujë për të furnizuar Himar. Veç asaj Himara mund ta marrë ujin nga të doj. Dhe me qëra rasti unë jam kontestuar nga Zoti Samir Mane, më ka ardhur një njoftim sot, i cili proteston se unë gjasme e pas kam ofenduar që kam thënë oligarku Samir Mane kërkon që të marrë ujin e Kurvelesit, të lumit Vlorës dhe të Tragjasit.